Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje disa shenja që universi ndjen lutjet tuaja. Do ta ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë në lidhje si të jetojmë me vërtetësinë e drejtimit të jetës, ku që të gjithë ne kemi ardhur dhe jemi të mishëruar në këtë jetë për të jetuar dhe jo mbijetuar. Dhe pjesën e dytë, disa shenja që universi i përgjigjet lutjeve tona. E para, duke hyrë në pjesën e parë, se si të jetojmë me vërtetësinë e drejtimit të jetës, dua t'ju tregoj që për sa kohë ne si qenie njerëzore do të qëndrojmë të njëanshëm vetëm me mendjen, duke dhënë përgjigje kudo ku jemi, kudo ku shkojmë me impulset egoiste, pra duke lënduar njëri tjetrin, ne jemi duke jetuar në mjerim. Dhe kur them mjerim, do të thotë që ne po mbjetojmë, por nuk jetojmë. Nuk ka të bëjë se si jetoni, me pasuri, pa pasuri, apo më tash. Ajo që ka të bëjë në vërtetësinë e drejtimit të jetës është, a jeni duke jetuar me ëndrat dhe dëshirat tuaja ashtu si ju dëshironi apo jetoni në jetën tuaj? Mësoni që të gjithë ne, pavarësisht se si kalojmë në jetë, është që ne, unë, ju, gjithçka dhe çdo gjë që ekziston në këtë univers të bollshëm, pra si sipër si poshtë, që do të thotë si qielli si toka, si brenda si jashtë për ne, që do të thotë si ne jemi në brendësi, jemi dhe jashtë. Dhe mbi të gjitha të kuptoni që ajo që ne jemi dhe të krijuar nga perfeksionizmi, ashtu si plani hyjnor ka krijuar këtë mrekulli, këtë univers të bollshëm, për të cilën jemi dhe ne duke jetuar në tokën mëm, është gjithçka dhe çdo gjë ka ndërlidhje. Dhe jo vetëm me gjërat pra jo të gjalla, por edhe të gjalla, ashtu sikurse dhe vetë ne me njëri tjetrin kemi ndërlidhje. Çfarë do të thotë Diana, e merrni ju, çfarë thoni ju, e merrni të tjerët, dhe kjo është që ne kemi ndërlidhje me njëri tjetrin. Pse? Sepse universi drejton energjinë dhe ne jemi pjesë e këtij universi, jetojmë këtu dhe jemi energji. Mësoni që të gjithë ne kemi jetuar dhe ndoshta jeni që bëni lutje, dhe sigurisht që lutje dalin, dhe i keni dëgjuar, o Zot, më jep këtë, o Zot, ja kam lënë Zotit e të tjera. Okej, Zoti, që të gjithëve na ndihmoni, sepse ne jemi të krijuar, pra na ka krijuar, na ka dhuruar këtë jetë këtë, dhe sot për sot është jeta në tokën mëm. Pyetja është, si po jetojmë ne si qenie njerëzore dhe shpirtërore, ndryshe human, sepse ne jemi human, në këtë tokë, dhe për ju që si do që të kemi kaluar, ne jemi të mishëruar me frymën, sepse që të gjithë e dini që ne vim si beb. Na thonë se në momentin që bebi qanë, pra nxjerr zë, aton të rroj, pra erdhi fryma, erdhi zemra, filloi zemra të vi në jetë, pra online, ndryshe në barkë të nënës, ndryshe tani në tokën mëm. Dhe toni të rroj, dhe kjo është ditëlindja jonë, që është edhe drejtimi në këtë zemër, mbajt misioni dhe drejtimi jetë, jo vetëm në barkë të nënës, por dhe atë që do të krijojmë ne gjatë rritjes tonë nga fëmijët e sot që jeni këtu. Tjetër është që të gjithë ne, çfarëdo lloj që kalojmë, jeta na sprovon, jeta na sjell sfida, na sjell mendësi edhe mundësi nga më të ndryshme, por çfarëdo lloj që ne të kalojmë, universi është duke na ftuar që të gjithëve në këtë afat kohor. A jemi gati, pra po na bën thirrje, a jemi gati të lidhemi me veten tonë? Ju që keni pranuar ndryshimin të ecën me rrjedhën e ecës së ndryshimeve kozmike, pra në frekuencë që njerëzore, që ne jemi në një nivel të lartë kolektiv, pra jemi bërë të vetëdijshëm se çfarë po ndodh në botë, por tani edhe me dritshmërinë tonë, që do të thotë me ndjeshmërinë tonë, sepse ne jemi, sidomos ju që jeni në këtë video, ju jeni të ndjeshëm dhe shumë të ndjeshëm, pra në botë ka empat, ka dhe jo empat, por gjithsesi të kuptoni që ju që jeni në këtë video,
ju e keni marrë përgjigjen e universit. Pra shpirti juaj ju solli këtu që të kërkoni të dini, të njiheni me atë se çfarë po ndodh me ju, ose rrugëtimi që ju po jetoni, ose keni mbërritur në lidhje me shërimin tuaj, në lidhje me transformimin tuaj, në lidhje me rritjen tuaj, në lidhje me konfidencën tuaj në dy këmbët tuaja në tokë, pra për ta jetuar jetën me drejtimin e vërtetësisë së jetës, ashtu si ne jemi të mishëruar që të gjithë me një mision dhe me drejtim dhe është në zemrën tonë. Pra, ju që jeni në këto video, përgjigja e vërtetësisë për të jetuar me drejtimin e mençurisë së vërtetë të jetës, ju ndoshta pyesni në lutjet tuaja, a është kjo rruga për të cilën unë jam e drejtë? Tjetër, a do të pendohem në qoftë se unë do të vazhdoj këtë rrugë, ose dhe tjetra, po sa zjat kjo, sepse ne jemi në procese tjera, dhe ju linde pyetja sa zjat ky procese të tjera. Mësoni që të gjithë ne lutemi, që të gjithë ne bëjmë mantra, që të gjithë ne afirmime, vazhdojmë rrugëtimin e ku na drejton shpirti, të kuptoni që në qoftë se ju nuk i dini akoma, pra nuk jeni të sigurt se si i merrni këto përgjigje, ju jeni në këto video duke dëgjuar atë që ju meritoni të dëgjoni. Pra shpirti juaj ju ofroi këtë mundësi, dhe kur them shpirti juaj, ju jeni të lidhur me energjinë. Pra në këtë rast jeni lidhur me universin, po pranoni që të filloni të ndiqni drejtimin e shpirtit tuaj. Mësoni që të gjithë ne ju mund të bëni pyetje, sepse që të gjithë jemi unik, dikush mund të atrisni univers, mund të besoni në Zotin tuaj, sipas asaj që ju jeni, pra të që ju ndjeni, angjëj, mjeshtra, nënan, tokën mam, që të gjithë jeni unik, dhe lutjet ju i bëni, dhe ndërkohë është ose aty ku besoni, është drejta juaj. Pyetja ime është që a keni bërë një pyetje qoftë dhe modeste në univers dhe a i keni marrë përgjigjen? Qoftë dhe modeste dhe a keni pritur të merrni përgjigje? Pyetja është, nëse ju jeni duke qëndruar me muaj, pra keni bërë lutje, pra, ose vazhdoni dhe bëni dhe qëndroni me muaj dhe me vite, pra vazhdoni të bëni lutje, dhe nuk e keni arritur ta merrni përgjigjen, sepse kjo është që ju vazhdoni në të njëjtën vorbull, pra prapë që luteni, po vazhdoni në të njëjtën, pra dhe pse luteni, do të thotë që ju nuk jeni, ju e shtyni veten tuaj, ju nuk po lidheni me veten tuaj. Mësoni që të gjithë për një pjesë tjetër është, ndoshta ju nuk besoni, edhe ndoshta edhe nuk e dëgjoni universin, por të jeni të sigurt që çfarëdo lloj që të jeni dhe si të jeni, ju përsëri do të bëni lutje. Edhe kjo për arsye se ju nuk e dini, pra ju do të bëni lutje sepse ju nuk dini më mirë, dhe kjo është që ju bëni lutje. Gjithsesi që të gjithë ne e bëjmë lutjen sepse ne kemi këtë shpirt, pavarësisht se gjatë kohës, sidomos gjeneraca ime, në rolin viktim, në afatin kohor, ne i morëm gjërat nga të parët se ishte lehtë, duke qëndruar në zonë të ratisht që nuk na sjell mirëqenie, përkundrazi që të gjithë e dini se ku ndodheni, dhe në këtë rast jeni lidhur me shpirtin tuaj, dhe prandaj po dëgjoni këtë video. Pra shpirti juaj ka marrë mësimet, dhe tani po kuptoni dhe kërkoni atë që ju drejton shpirti juaj. Pra, Zoti universi të gjithë na kthen përgjigje, dhe ajo që është për të gjithë pyetja është të pyesni veten tuaj çfarë dëshironi në jetë. Jeni ju çfarë dëshironi në jetë, me qëllim që të jeni të qartë, që të dëgjohet me saktësi çfarë dëshironi në jetë. Mësoni që universi na përgjigjet ne, qoftë për dëshirën tonë, qoftë për nevojat tona, por shënim, ai nuk na tregon ne se si të veprojmë, por jemi ne që do me shpirtin tonë, do të njemi me përgjigjet e universit. Dhe kush janë? Janë shenjat, janë simbole, janë
ato sinjale që ju merrni në brendësi të trupit tuaj, ndjeshmërinë, pickime, aromë, shenja jashtë në natyrë që ju shikoni, pra ju vetëm brendësi të trupit, por dhe gjatë jetës së përditshme të tjera, që ju vinë dhe ju drejton shpirti juaj dhe ju bëni wow. Por shënim. Para se t'ja bëni wow, jeni të kujdesshëm. E para, ju e humbisni shënim, kudo që të bëni, sido që të bëni lutje, ju e humbisni sepse ju jeni të zënë me jetën. Pra, çdo ditë të jetës, me zhurmë, me këtë botë moderne, bëj. Pra të lidhur nga ana e njashme, vetëm me mendjen, dhe ndërkohë dhe ju që jeni lidhur me shpirtin, ju humni sepse akoma nuk jeni dorëzuar shpirtit. E para. E dyta është që në momentin që ju luteni, dhe me të vërtet nuk filloni të jetoni në momentin pra prezencë dhe këtë e bën shpirti, pra të jetoni me shpirtin tuaj, me atë çfarë ju sjell shpirti tani në këtë moment, sigurisht ju, pra edhe në këtë rast, ju humbisni. Por, pyetja është tani që po dëgjoni, a jeni gati të dëgjoni se si jep përgjigjet universi? Pra të lutjeve tuaja, pyeteni veten, a ndjeni të lumtur me dashurinë e vetes tuaj? Si ndjeni me sëmundjet? Si ndjeni me punën tuaj? Pse e them këtë? Të paktën nga eksperienca e jetës time, ajo që mësova dhe që mësolli shpirti ishte që unë në çdo aspekt të jetës time nuk kisha vendosur kufin. Pra, unë kujtoja se njerëzit janë si unë. Dhe në këtë rast i besoja. Por ne jemi që të gjithë të ndryshëm dhe gishtat janë të ndryshëm. Dhe në momentin që ne nuk vëm kufi në çdo aspekt të jetës, po bëjmë gjëra si duan të tjerët, apo si t'i përshtatemi të tjerëve, apo edhe çfarë pret shoqëria për ne nuk jetojmë më me vërtetësinë, ne humbëm respekt. Pra, sepse ku nuk respektoj veten, kush do më respektoj? Qoftë në çdo lloj marrëdhënie, pra humbëm kufin. Dhe kjo është që ne nuk vum, pra nuk respektuam njëri tjetrin, përkundrazi, kjo bëri që ne humbëm vlerën tonë. Dhe duke humbur vlerën tonë, atë që unë kam vlerë, unë bëra gjëra duke par vlerën këtë të tjerët, duke shikuar të tjerët. Dhe kjo është që të kuptoni që ne me të vërtet humbëm pra atë ndjeshmërinë tonë, harruam, mohuam shpirtin ton, ky shpirt, kjo zemër që na mban 24 orë, pra i vumë, si thua, e mbyllëm. Sigurisht zemra nuk mbyllet komplet sepse ne jetojmë, por nuk arrinim të realizonim ëndrat dhe dëshirat tona, dhe në çdo aspekt të jetës, që të gjithë ne, pa përjashtim, sidomos gjeneraca ime e shekullit 20, pra nga vitet 50 deri në 90, ne reagonim me impulse. Bam njeri, bam tjetri, qoftë dhe brenda familjes. Por, të kuptoni që në momentin që ju lidheni me shpirtin dhe herët avon ne do të lidhemi me shpirtin, çfarë ndodh? Ju jeni lidhur me zemrën tuaj. Ju filloni të dëgjoni atë çfarë shpirti juaj dëshiron, atë që shpirti juaj kërkon. Dhe kjo është që ju do të merrni përgjigjet që ju sjell shpirti, dhe në këtë rast edhe atë që universi na ka përshpëritur që kur kemi qenë të mishëruar, që fëmijë, dhe deri më sot ku jemi me shpirtin ton. Mësoni që të gjithë në një farë mënyre të dini që ne bëjmë lutje dhe ne ju mbasim, sepse është dhe tjetra, ne i kërkojmë si ne i duam. Pra, unë lutem dhe lutjen e presi unë e duam. Dhe në këtë rast ku ne e duam, është mendja, e presim me atë që kërkon mendja jonë. Por universi nuk punon në një anshmëri. Universi na ka krijuar komplet këtë trup, që e shipni me kocka me mish, dhe vetëm nga pamja jashme, duke i dhënë higjienës së jashme të trupit fizik,
por në ka dhënë jo vetëm mendjen, pra të fiksuar pas botës materjes, për të cilën e kemi krijuar ne si që njerëzore, por dhe në brendësi të trupit ton, për të cilën është ky shpirt. Mësoni që të gjithë universin e ka përshpritur gjatë gjithë jetës. Le të themi çfarë do lloj situate, çfarë do lloj ngjarje që të keni, se të gjithë jeni unik. Ju ka thënë jo. Ju e keni refuzuar jon. Ju ka thënë që merrni kohë, pra në çdo lloj situate, lidhu me veten tënde. Kujdesu për atë që ndodhi. Ose edhe në zimin tuaj, prit se ka kohë. Por pyetja është, universin ato, kush ka kohë? Në qoftë se ju nuk kujdeseni për veten tuaj, kush do ju kujdeset? Pra, ç'a do të thotë? Në qoftë se ti e humbet atë që kërkon tani në këtë moment, kush do ta sjellë atë që ti dëshiron dhe ëndërron? Pra, kjo është tani në pjesën e dytë, që të kuptoni, që të mos thoni jo për atë që ju sjell shpirti juaj, por ndërkohë edhe të mos kujtoni se keni kohë. Jeta është e shkurtër për të vuajtur. Sa hapni e mbyllni syt, jeni këtu ku jeni. Kujtoni që ka kaluar Diana, sigurisht më janë kthyer vitet, 57 vjeçë u zgjova me zimin e shpirtit. Pra më zgjoj shpirti. Sigurisht universi, sepse unë vazhdova procesin e shpirtit, sigurisht universi më ka përshplitur gjithë jetën, por isha unë që i thosha se marrëdhënia do bëhet mirë. Po nga kush e prisja që do të bëhesh marrëdhënia mirë? Në qoftë se unë nuk veproja që ta krijoja këtë marrëdhënie mirë, nga kush prisja? Nga ajo që nuk vura kufi, unë vija gishtin, ai e ka fajin, po shpirti më mësoi. Në këtë marrëdhënie isha dhe unë e lënduar. Dhe kjo është pyetja për të kur ju jepet jo dhe ju e refuzoni, ashtu sikurse po e përsëris që të jeni të vëmendshëm, të vetdijesoni, ashtu sikurse dhe i thoni vetes se ka kohë, se do rregullohet. Është me të vërtetë që nuk jeni me shpirtin tuaj. Pra nuk po e dëgjojmë atë që kërkon. Lutja jo, pra përgjigjen e lutjes që universi na përshprit që të gjithëve. Tani pjesa e dytë, kush janë shenjat? E para, a keni parë ylberin? Në qoftë se ju keni parë ylberin, ylberi tregon që të gjithë ne që jemi lidhur me, sidomos me shpirtin, se kjo është bukuria e, prandaj jeni këtu në këtë kanal. Sido që të jeni, në qoftë se ju keni ardhur këtu, është përgjigja e lutjes tuaj. Pra, universi e ndjen energjinë dhe ju ka sjell këtu. Dhe jo se jam unë, por bekojeni veten, jepni shpirtit atë që dëshiron, se ju do më shumë se askush, dhe mbi të gjitha jeni dashuri, jeni komplet, çfarë do lloj që keni kaluar. Pra, në këtë rast, në qoftë se e keni parë ylberin, është shenja e parë. Do të thënë qoftë se e keni parë, po jap disa shenja që universi atëre çfarë tregon që ju edhe në qoftë se jeni në vështirësi, apo çfarë do lloj situate që jeni, ju jeni në rrugën e drejtë. Dhe kjo tregon që apasapi nga tuneli i zi, ju do të dilni në dritë. Duke qenë se janë ngjyrat e ylberit dhe ju jeni lidhur me shpirtin, ju jeni lidhur me energjinë. Dhe në këtë rast, shpirti një shtyllën kurrizore 7 chakrat tona. Shpirti na ngre nga poshtë lart dhe pastaj pas fazave të zimit të shpirtit, që të gjithë jemi unik nga lart poshtë. Pra, ne do të lidhemi me shpirtin, me yllin e shpirtit, por ne do të lidhemi edhe me yllin e tokës, sepse ne jemi të lidhur. Shpirti jeton është i përjetshëm dhe në këtë shpirti në nëstime është në veten time, shpirti djalit tim ka shpirtin, pra djali im ka shpirtin tim e merat, përjetësia e jetës. Gjithsesi të kuptoni që ne jemi të lidhur edhe me qiellin dhe me tokën, sepse ne qëndrojmë në dy këmbët tona. Kështu e marrim informacionin, kështu e marrim nga hapësira që e merr trupi jon. Mësoni që ajo që kërkon është, duke qenë se është ngjyra e ylberit dhe trupi jon është me 7 chakrat e ylberit, e dini tani ashtu sikurse edhe aura jon 7 ngjyrat e ylberit, është që ne do të vazhdojmë këtë proces, pra pas sapit,
dhe ne do të ndriçohemi, pra ne do të shërohemi, ne do të rritemi, transformohemi edhe ne do të ndriçohemi, edhe sigurisht këtë e bën shpirti nëse ju jeni lidhur me shpirtin tuaj. Për këtë jeni të sigurt hap pas hapi, por duke jetuar me shpirtin, me atë që po ndodh tani me ne, tani, nga tani edhe hap pas hapi, atë që bëjmë sot na çon nesër, sido që të jeni me vështirësi. Ndërkohë është që të gjithë ju që e merrni këtë shenjë, ju tregon ju keni një proces të gjatë. Ky proces i gjatë do t'ju bëj ju që të arrini në dy këmbët tuaj, të arrini në fuqin tuaj, të riktheni energjinë tuaj, dhe jeni ju që do të krijoni pra jetën tuaj, lumturinë tuaj, ashtu si ju keni vlerë, dhe është misioni dhe drejtimi jetës tuaj. Pra kjo është sepse Uilberi në vetvete është, ju e dini nga ana kolektive, që ka pak shi, por dhe diell. Pra dhe ju, duke çliruar emocionet, pra nëpërmjet ujit, pra duke çliruar çdo emocione, ju do të ndriçojeni. Pra ju jo vetëm që në nën ju çliron nga çdo gjë, nëse jeni që e ndiqni në nën, nëse ju ngriheni në mëngjes, falenderoni për rrezet e diellit, për perëndimin e diellit, për nën të plot, për komunikimin tuaj me shpirtin, me zemrën tuaj, me atë çfarë ju sjell shpirti juaj, ju jeni me të vërtet ylber, pra ju do të lidheni me tokën dhe me qiellin. Pra si sipër, si poshtë, si brenda, si jashtë. Kjo është ju jeni në rrugën e drejtë. Dhe është një proces që do të vazhdoj. Tjetër, ju mund të merrni monedha. Monedhat janë, sigurisht, mund t'i gjini në vende të kudo, të papritur, ka numrin e tyre, mund t'jetë 50 cent, 1 euro, 2 euro, sipas 1 lek në Shqip e tjera. Pra mund të gjini dhe letër, kuptoni që paraja ka vlerë, është e universit, por vlera e paras është si e keni ju energjin. Kur mos harroni se në mendjen ton, sidomos klasa e paprivilegjuar, është që paraja nuk vjen ke i varfri, paraja shet pisët, e tjera, paraja shkon ke i pasur, e tjera, kjo nuk është e vërtet. Këta e krijojmë ne. Shënim, pra ndaj, kujdes, paraja, pra monedh qof letër, është letër, po në vetvete ka vlerë, dhe vlerën ja japim ne, si unë mendoj për të, si unë e ndjejtë, pra në këtë moment, në qoftë se ju keni shqetësime, për çfarë do lloji mund të jeni në situatë të vështire të tjera, kjo do të kaloj, dhe është mantra, dhe kjo do të kaloj. Prandaj sa më shumë ju të qëndroni optimist, ashtu si vlera e paras, pra të jeni optimist, ju do të arrini pas hapi të shërojni, të transformojni dhe të ndriçojni, dhe duke arritur në atë që ju keni vlerë, ju do të jeni në gjendje që të filloni të krijoni lumturinë tuaj. Pra në këtë rast, kujdes me mendjen, sepse si mendoni, po ndërkohë qëndroni optimist. Pra këtë kuptim ka nëse ju gjini para, dhe sidomos dhe shikoni dhe numrin. Unë do të tregoj, unë kam gjetur këtë monedhë, nuk është monedhë, por është ngjyrë kuqe, dhe numri është 24. Shikojeni, është numri 24. Sigurisht këtë në një ditëlindje, këto janë kështu që përdoren këtu, ku ka kallabalik festë të madhe, japin që merr në restoran dorëzon këtë dhe të japin atë menyn që ti ke paguar për këtë. Sigurisht kjo është me numri 24 dhe për të shikoni këtu janë rrathët. Universi është me simbolet geometrike, rrath, trekëndça, drejtkëndça, gjatëkëndça e tjera. Gjithsesi do të vazhdoj me radhë, edhe kjo ka një kuptim për mua, dhe sigurisht që kam gjetur dhe monedha me numrat, për të cilën sipas fazave të zgjimit të shpirtit,
janë, por kjo ishte e fundit, është numri 24, sigurisht e kam jam lidhur me tokën në total në numerologji, është numri 6, numri 2 nga ana e planeteve është nëna hënë që na tregon, që na shëron, numri 4 është planeti Urani që na jep përgjigjet e lutjeve tona, pra sa më shumë lutje, sa më shumë mantra, sa më shumë timi dorëzuar shpirtit krijesës, pra krijuesit e tjera, sepse ekzistenca është krijues dhe krijesa. Pa këto të dyja nuk ka ekzistencë, të paktën nga ajo që ndjej unë. Gjithsesi të jemi minjohës sepse na ka dhuruar këtë mrekulli, këtë ekzistencë për çdo gjë dhe për çdo individ. Dhe në këtë rast pranoni, duke qenë se është dhe numri 6, është numri që unë kam zbritur në tokë, është ngjyra e kuqe, në 2 rënjë me shpirtin tim në tokë, pra e lidhur me pararësit tanë, me mençurinë e tyre, sepse ky trup mban informacionin dhe e kemi. Pararësit tanë kanë bërë një punë të mrekullueshme, pavarësisht se ishte afati o kohori i ulët. Ne jemi sot këtu ku jemi, sepse shpirti është i përjetshëm, vazhdon. Errësira e djeshme u bë për ne në një moment drita e djeshme është sot errësirë, ajo që është errësirë sot e bëhet drita që bëhet e merat, pra kështu është e ndërtuar mençuria e vërtetësisë së jetës. Pra ne vim në këtë jetë, ne bëjmë gabime, ne mësojmë nga gabimet, ne rritemi dhe kjo është mënyra e jetës. Pavarësisht se si kemi kaluar, të kuptoni që ne duhet të pranojmë si jetën e parë, pra si jetën e parë si tani, në fundit ne jemi komplet, ne jemi dashuri, ne jemi ëngjël të mishëruar në këtë tokë. Pavarësisht se çfarë ne kemi kaluar, ka qenë jeta jonë, tani ne nuk mund të kthejmë të kaluarën, ne të fillojmë tani dhe këtë ka dhe kjo. Pra numri 6 ne jemi lidhur në tokë dhe ka të bëjë me atë që ne jemi të lidhur me njëri tjetrin, kemi ndërlidhje me shtëpinë, me familjen, me shoqërinë e të tjera. Në fund të fundit kjo është qenia umane, kështu jemi krijuar. Tjetër është pendët, ju merrni pend të bardha, ato tregojnë që ëngjëjt janë ke ju jeni të sigurt, ju mbrojni, ju kujdeseni, ju shikojeni, jetoni me momentin prezencë, ju nuk jeni vetëm, ju mund ta gjeni në kuzhinë, mund ta gjeni në balkon, mund ta gjeni para derës, mund të gjeni jashtë, mund të jeni në punë, në çantën tuaj, në makinën tuaj, kudo, pra jetoni në momentin prezencë. Sigurisht janë dhe penda të tjera të shpendëve nga më të ndryshme, këto i gjeni sipas fazave, dhe sidomos ju që keni arritur në veten tuaj të vërtet kush ju jeni, ju e kuptoni, ju lidheni edhe ju shoqërojnë dhe sorrat kudo ku shkoni, në qoftë se ju i shërbeni planit hynor. Gjithsesi që të gjithë jeni unik, ju i shihni dhe në realitet, megjithatë të vazhdojmë. Kjo ka të bëjë me atë që ëngjëjt janë, ju jeni në rrugë të drejtë dhe ëngjëjt janë me ju, nëse ju shihni pendat e bardha. Pra qetësoni, relaksoni, jetoni në momentin prezencë, çdo gjë do të vi hap pas hapi, rini në qetësi, mos gjykoni, mos kritikoni, pranojini vështirësitë si ju i ndjeni, pa gjykim dhe ju ndihmojeni. Tjetër përmes numrave angjëllor, që të gjithë ndoshta keni parë numra angjëllor, edhe i merrni në faturat tuaja, në targat e makinës, në baterinë e orës, në orën tuaj, në telefon, në televizor, çfarë ju shihni, që të gjithë jeni unik. Gjithsesi të kuptoni që numrat janë nga më të ndryshme, numra 1, numra 2, numra pasqyrë, për shembull 12, 21, unë nuk do të hyj në detaje, por janë dhe numrat 3 fishor, 1, 1, 1, keni parë, 2, 2, 2, 3, 3, pak do të tregoj këto numra. Në momentin që keni numri, keni parë 3 njishat, do të thotë që ju të dëgjoni intuitën e zemrës dhe intuitën e zorëve të barkut. Në qoftë se ju keni parë 3 dysha, do të thotë që ju jeni në kohën e dur dhe në vendin e dur. Në qoftë se ju keni parë 3 treshat, ëngjëjt po komunikojnë me ju. Në qoftë se ju keni parë 4 katra, ëngjëjt po ju mbrojnë ju.
me pak fjalë, se nuk do të ju qofse kërkoni, kam bërë video për numerologjin, pse i shikoni, si shikoni. Tjetër, numri 5, ju jeni në ndryshim, ju jeni në zhvillim, në transformim. Pra 3 pesa, 3 gjashta, ju jeni në analizë, ju jeni jetoni në tokën mëmë, jeni duke analizuar, duke reflektuar për jetën tani në tokë, këtu se këtu jetojmë. Numri 7, 3 fati juaj. Numri 3, bollëku, shlirimi nga karma i vjetër. Numri 9, 3 nëntat, që do të thotë ju jeni, sa më shumë tjetë numri 3, aq më shumë është energjia juaj e lartë. Pra në këtë rast 3 nënta do të thotë që ju jeni, do të pastroni çdo gjë që nuk ju shërben, që e keni krijuar dhe që nuk ju shërben, me qëllim që të jeni human dhe të lidheni dhe të shërbeni me të vërtetësisë së jetës, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, jo dhe që shpirtëror, për të ndarë në qurin e magjisë pastër të krijuar me perfekcionizëm nga plot fuqia rinore e Zoti Universi, dhe në këtë rast është me të vërtet që ju ndriçoni këtë dritë si altruist dhe vetmohues. Kjo është pak a shumë në lidhje me numrat, edhe unë do t'ju tregoj kur unë mora, se më kishte kaluar patenta, atë kur shkova në bashki, mora numrin e se pritesh në radhë, se ka njerëz, patentën e makinës, mëra numri 3336, sigurisht 336, janë të lidhura, jo vetëm 4 numra, por 33, 337, ashtu si kurse 33, 36, e të tjera 3 gjeshta bëjnë 9, edhe 6 bëjnë 15, 5 dhe 1 gjashtja me lidhur me tokën. Sigurisht ju e dini që numra 3, 9 dhe 6 janë numra që jemi të lidhur me qelin, me universin, është energjia, dhe numrat 2, 4, 6 që tregova janë që ne jemi lidhur në tokën mamë. Pra jemi në tokë. 3, 6, 9 e keni dëgjuar trekëndçin gjeometriku, trekëndçi kështu, pra kjo 3, 6, 9, ndërsa trekëndçi poshtë është 2, 4, 6. Pra gjithsesi që të gjithë jeni unik, që të gjithë e ndjeni. Tjetër është që në trupin ton fizik, pra në këtë trup me kocka me mish, ku ne hymë në brëndësi, ne ndjeni, ne jemi në ndjeshmëri. Çfarë do të thotë? Ju në trupin fizik, pra në fizik, pra në ndjeshmërin tonë, ju mund të ndjeni dhimbje në kurriz, në zemër si pëlqime, në qaf, në shpatula, në organet tuaj, në veshkat tuaj e të tjera. Pra janë këto që mund të ndjeni, të kuptoni, që mund të ndjeni aroma, pickime, përshpëritje, ndjeshmëri, temperaturë e tjera. Si do që të jeni, edhe në qofë se ndjen të dimshme, edhe në qofë se ndjen që ju vjen trishtim, zemërim e të tjera, ju jeni në rrugën e drejtë. Ju jeni duke rritur, pra duke transformuar, ne ndihmojemi, dorëzojeni shpirtit. Tjetër, pra ju tregon që ju jeni në rrugën e drejtë, pra në qofë se ndjeni këto gjëra, nuk keni pse bini në panik, thjesht pranoni që engjëjt janë në trupin tuaj. Ju jeni engjëll, por në këtë rast, ndërkohë është që mund të shihni gjatë kohës së meditimit të tuaj me figura, njerëz të mençur e të tjera, këto kanë ndodhur me mua, mi kam treguar shumë në videot e para, por atë që dua të tregoj kryengjëllin Rafael me atë veshjen e shkilin në ëndrrën time, masanej kur më ndodhi procesi i astral që më lëvizi trupi, sigurisht ato pickime të forta, një dhimbje aq të fortë që më tregoi që okay, Dian, ti duhet kalosh dhimbje, sigurisht u lidha me botën astrale, edhe kur nuk i durova do të dhimbjet, zbrita dhe trupi, isha në shpirti e vetëdijshme që ndodh me mua, dhe unë kush po më shtyn mua, ishte trupi im që prap u zbriti. Dëgjimi, përshpëritja, dëgjimi i zërit tim, këtu kam qenë duke bërë këtë video, isha në qetësi, gjatë ditës dhe në mbrëmje, 2 herë emrin tim, dhe kjo është, unë jam lidhur me flakën binjake, dhe i shërbej plot fuqisë ynore, me vërtetësi e tjera, kam shumë histori të bukura me mrekullin ynore.
janë aq shumë sa nuk di çfarë të tregoj më parë, por gjithsesi kur ju ndiqni rrugën e shpirtit hapa sapi, dhe pse është stui, dhe pse është dhimbje, dhe pse do të kaloni gjithçka, përsëri do të arrini në bukurinë e vërtetësisë së jetës, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Pra që të gjithë jeni të kuptoni që ne ndihmojmë, ju mund të humni dhe veten tuaj, sepse është ajo që kur ju ndiqni rrugën e shpirtit, që djeg në shpirt dhe do ta vazhdoni, ju do të shkëputeni komplet nga identiteti vjetër, qoftë nga ego shpirtërore, dhe do të jeni tërësisht në shërbim të planit hyjnor. Pra jeni ju që të gjithë, pra në këtë rast është që ju ndihmon edhe në lidhje që të lidheni me veten tuaj, pra ëngjëjt janë na ndihmojnë ne. Ndërkohë është meni, ju rriteni imagjinatën e reve, ju shikoni qiellin, se shikoni, është një mrekulli, nëse ju shihni lindjen e diellit dhe ngrihen, se shpirti u ngre, perëndimin e diellit apo nënën e re apo të plotë, bashkëbisedimi i thellë me zemër, pra të gjitha këto ju jeni në këtë vërtetësi të jetës së mençurisë plotfuqiësinore, pra jeni lidhur, i shërbeni botës, Zotit, njerëzimit për një shpëtim pa sëmundje, pa kriza, pa uri. Pra kjo është ajo që ne e bëjmë me vetmuim, ne e bëjmë si altruist, ne e bëjmë me dashuri hyjnore, dhe në këtë rast ju shikoni dhe re. Në re ju mund të, sido që të jeni, ju jeni në atë rrugë tim, ju mund të shikni figurën e Zotit, që të gjithë jeni unik, të shpendëve, të kafshëve, male, fusha, atë imagjinatën të reve, si një livadë, si një oqean, çfarë të doni, që të gjithë jeni unik. Pra atë që imagjinoj unë, mund mos, nuk e imagjinoj njësoj, sepse ne jemi unik. Tjetër mund të shihni diellin me ato lulet, atë diellin në mes dhe lulet e ret, si në formën e luleve, që tregon që jeni në paqe, jeni dritë, jeni të lidhur me shpirtin e tjera, që të gjithë jeni unik, që të gjithë e ndjeni, por të kuptoni që ju jep që jeni, pra jeni në rrugën e mrekullisë, jeni në kënaqësi, dhe ju tregon që të gjithëve që ndaloni, relaksoni, kënaquni me atë që ju ndjeni, falenderoni, edhe mbi të gjitha të kuptoni që ju jeni duke u ndihmuar nga energjia e padukshme, dhe kjo është një mrekulli që ju nuk jeni vetëm, ju ndihmojeni. Tjetër, ju e merrni nëpërmjet zërit, përshprit në vesh, zërin që mund të dëgjoni emrin tuaj, tjetër nëpërmjet teksteve të këngëve, ose nëpërmjet videove që ju paraqiten, apo librave që ju hapni dhe ju del një titull, apo numra e tjera, që të gjithë jeni unik. Jeni të vëmendshëm, kjo tregon që kur ju i meni, ju e keni, jeni të qetësuar nga mendja. Nëse ju filloni të dëgjoni këto gjëra, ju jeni shkëputur nga ngarkesa e mendjes. Dhe në këtë rast ju jeni në gjendje të dëgjoni titullin e këngës, apo melodinë e këngës, apo numri që ka kënga, pra numrin angjëllorit të tjera. Pra me një fjalë, ju jeni duke jetuar me momentin prezencë. Pra çfarë do lloj që dëgjoni, çfarë do lloj teksti, titulli i tekstit e të tjera, është me të vërtetë të besoni në të dhe të falenderoni, sepse është drejtimi i rrugës tuaj. Për çdo shenjë është drejtimi i rrugës tuaj. Tjetër, nëpërmjet flutrave, ju e dini që flutrat janë që tregojnë fillim të ri, ndryshim, transformim, rilindje, rinovim e tjera. Dhe ju e dini atë nga ana krimbi bëhet vëmja do kohë, pra fshikës dhe fshikësa do dalin në flutur, pra nga një fshikës që do kohë, pra kalon kohë, dhe ne në këtë rast do të bëhemi flutur, pra duke ndjekur rrugëtimin e shpirtit. Mësoni që në këtë rast llojet e flutrave janë nga më të ndryshmet, ju i dini, por të kuptoni që tregojnë me të vërtetë që ju do të lidheni me dashurinë e shpirtit tuaj. Ju do të jeni në gjendje që të lidheni, të jeni akoma më të shëndetshëm, të jeni dritë,
të jeni që të fluturoni në këtë jetë, jetoni jetën në paqe, në dashuri, në lumturi. Pra me një fjalë është me të vërtet transformimi juaj, pra si flutur, të fluturoni të lirë. Dhe mbi të gjitha është që ju tregon që ngjeti anche ju. Unë mbaj mend, unë gjithmonë kam parë dhe flutrat e veçantë blu, me krah blu. Sigurisht që unë e mora përgjigjen që me lidhur me dashurinë blu, me qiellin, me plot fuqinë hyjnore, sepse zgjodha dashurinë e vërtet, zemrën time, zgjodha veten time, të qëndroj me veten time. Universi më hapi dyert edhe për dashuri më tej, sepse është e mrekullueshme që ne të lidhemi me njerëzit, është dhe vazhdimi i jetës. Por sinqerisht unë zgjodha shpirtin tim, dhe kështu isha i destinuar që kur isha si fëmijë, pavarësisht se çfarëdo lloj zgjedhje që bëra, ishte misioni i shpirtit. Në fundit ne erdhëm në këtë jetë. Çfarëdo lloj zgjedhje që bëm, pavarësisht se ishte niveli i ulët, shpirti më solli në këtë kohë. Kalova 57 vite, por gjithsesi këto vite më janë kthyer dhe tani po jetoj, sepse janë kthyer. Kjo është bukuria kur ne ndjekim mençurinë e vërtetësisë jetës, ashtu si krijesa na ka mishëruar që të gjithë angjëve si dikur fëmijë. Tjetër përmes aromave, nëse vjen nëpërmjet aromave, do të thotë që dikush për shembull, zëm që ju ka lënë dikush, së pari jeni në rrugën e drejtë, dikush ju ka lënë, atëherë kërkon që ju të bisedoni me atë, ose keni humbur nga vdekja, ju tregon që unë jam në siguri, unë jam dhe kërkoj për ty që ti të jesh me të vërtet të ndjekësh atë, të jetosh jetën, dhe mbi të gjitha të pranoni se mund të jetë dhe vetja juaj që jeni, pra është ajo që shkëputeni nga frika, nga identiteti vjetër, pra ke vdekur, nuk je më si më parë, por që të ndihmon që do të lidhesh me veten tënde. Pra e gjitha është të kuptoni që nëse ndjeni dikush, prindi ose vetja juaj po mendon për ju, po ndjen për ju, dhe jeni në rrugën e drejtë. Tjetër është që ju ndjeni mornica, ndjeni dridhje, ndjeni me të vërtetë si gjithë para e tjerë, të kuptoni që kur ju ndjeni këto, ju i keni angjët, jeni vetë angjëll, ju jeni në bërci, ju ndihmojeni, dhe kjo është që ju nëse ndjeni këto gjëra, angjët ju tregojnë, ju ndjeni intuit, ndjeni zemrën tuaj, a është në përvendimin që ju kërkoni, që kërkoni të ndiqni në jetën tuaj, apo është që jeni në rrugë të rrezikshme, apo kujdes, pra ndjeni intuitën e zemrës tuaj, sido që të jeni, pra ju tregon, sepse trupi e merr informacionin më shpejt se sa mendja. Prandaj në këtë rast ndjeni atë që ju ndjeni, mornica, dridhjet tuaja. Ndërkohë, dhe e fundit shenjë është që mesazhi ju dërgohet direkt. Sigurisht ju mund ta merrni mesazhin direkt, sa më shumë ju lidheni me natyrën, sa më shumë ju vazhdoni ndiqni shpirtin tuaj, ju jeni në gjendje që shpirti ju drejton të shikoni për shembull reklama, dhe në atë reklam është ajo që ju përshtatet ju, sepse ju e ndjeni. Tjetër, ju mund të dëgjoni këngë, ju mund të merrni njerëz që rezononi të tjera, pra që të gjithë jeni unik. E gjitha është që të kuptoni që këto janë pak a shumë në ëndra, apo kudo, në tingëllimin e veshëve tjera, që ju do të dëgjoni, që do të merrni lidhjen e përgjigjet tuaja, të lutjeve, të mantrave, të afirmimeve, të asaj që ju dëshironi, dhe kur mos harroni që duke ndjekur shpirtin tuaj, ku ju drejton dhe ja bëni jeni të vëmendshëm, si u ndjet, ku ishit, çfarë ishit të zënë atë kohë, në ç'vend ishit e të tjera, këto ju ndihmojnë ju, dhe ndërkohë edhe bëni pyetje, sepse ju jeni tani me rritjen e intuitës tuaj, kjo është që ju rriteni shpirtërisht, kjo është që ju merrni mësimet nëpërmjet videove, nëpërmjet podcasteve, nëpërmjet internetit, apo të tash që të gjithë jeni unik. Mësoni që
asgjë nuk mund të shpejtoni me mendjen tuaj, universi është I durueshëm, universi e di se kur jeni ju gati, dhe një gjë të dini, me mendjen nuk do të prisni asgjë, ju jeni gati atëre kur ju nuk e prisni. Pra sa më pak shqetësime, aq më shumë procesi juaj vazhdon hap pas hapi, duke vazhduar, duke jetuar ku ju drejton shpirti juaj. Bëni që të gjithë jeni unik, që të gjithë jeni dashuri. Një mantër që dua t'ja u tregoj është këtë rrisni që të gjithë jeni unik, unë meritoj të marrë dashuri, prosperitet, sukses në të gjitha aspektet e jetës. Unë jam gati ti marrë ato tani, pra ju jeni gati në univers për këto mrekulli që dëgjoni, në qoftë se nuk jeni të sigurt në përgjigjen e lutjeve tuaja. Bëni këtë mantër. Mantra e dytë, përsëri rrisni këtë rrisni, univers, angjël, mjeshtat e tjera. Unë jam e gatshë të mësoj se çfarë do të thotë shërim për mua. Pra ju jeni të gatshëm. Unë lëshoj nga mendja ime ëndrat dhe dëshirat dhe mirëpres atë që zemra ime ka si mision dhe drejtim. Unë jam gati të ndjej, të dëgjoj dhe të besoj për atë se çfarë zemra ime dëshiron që unë të ndjek në jetën time. Unë jam në gjendje të duroj, të jem I qëndrueshëm, të besoj dhe të njoh bukurinë ku më drejton zemra ime. Unë jam ëngjël sepse unë jam. Faleminderit. Kjo është pak a shumë video për sot dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.